Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka ngritur alarmin për situatën kritike të industrisë së naftës së Serbisë, duke deklaruar se rafineria e vetme e vendit rrezikon të ndalojë plotësisht punën brenda 4 ditësh nëse Shtetet e Bashkuara nuk aprovojnë licencën e kërkuar për vazhdimin e aktivitetit. Kreu i shtetit serb paralajmëroi se rikthimi i rafinerisë në funksion pas një pezullimi do të kërkonte të paktën 20 ditë, duke ndikuar rënd në sektorët jetik të vendit. Sipas Vučić, ndërprerja e punës do të vinte në rrezik funksionimin e sistemit shëndetësor, ndihmës së shpejtë furnizimin e zinxhirëve tregtar, si dhe sistemin e transportit, duke ekspozuar vendin ndaj një krize të thellë energjetike dhe logjistike. Kërkesa për licencën e posaçme u paraqit më 18 nëntor pasi sanksionet amerikane ndaj industrisë së naftës së Serbisë hynë në fuqi më 9 tetor. Këto masa janë pjesë e përpjekjeve të administratës amerikane për të kufizuar të ardhurat energjetike të Rusisë, të cilat përdoren për të financuar luftën në Ukrainë. Sanksionet ndaj industrisë së naftës së Serbisë janë shtyrë 8 herë më parë, por Shtetet e Bashkuara tashmë ka kërkuar ndryshime në strukturën e pronësisë së kompanisë. Industria e naftës së Serbisë mbetet ende nën kontroll të konsiderueshëm rus. Serbia e shiti 51% të aksioneve kompanisë shtetërore ruse Gazprom Neft në vitin 2008 për 400 milion euro pa zhvilluar tender. Edhe pse pronësia është ristrukturuar disa herë, kompanitë ruse vijojnë të mbajnë shumicën, ndërsa shteti serb zotëron rreth 29% të aksioneve. Industria e naftës së Serbisë është operatori i vetëm në Serbi për kërkimin, prodhimin dhe përpunimin e naftës, si dhe për prodhimin e gazit natyror. Serbia mbetet një nga 2 vendet e vetme në Evropë përkrah Bielorusisë që nuk i është bashkuar sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë pas pushtimit të Ukrainës, gjë që e vendos Beogradin në një pozicion të vështirë mes aleancave politike dhe sfidave energjetike.